I nderuari nënkryetari i Kuvendit, Ardian Gola, të nderuar deputet dhe kolege nga kabineti qeveritar, të dashur qytetar, në kohë sfiduese kur çmimet globale të energjisë dhe naftës kanë luhatje të vazhdueshme, është e lehtë të kërkohen zgjidhje shpejta. Por detyra jonë nuk është ta gjejmë rrugën më të lehtë, është ta zgjedhim rrugën më të drejtë, më të dobishme dhe më të qëndrueshme për vendin tonë. Situata aktuale në tregun e derivateve ka sfiduar edhe ekonomitë më të mëdha të botës. Ndërkaq te ne efekti më dramatik nuk ka dhënë ende shenjat e veta, pasi nuk ka pasur kufizim të furnizimit dhe as humbje të derivateve në treg. Kërkesat e parashtruara me thirrjen e kësaj seance të jashtëzakonshme nuk janë të reja ose të papritura. Në vazhdimsi në secilën krizë apo luhatje, të cilat kanë qenë shumë në këto 6 vitet e fundit, të parat masa të propozuara kanë qenë heqja apo ulja e TVSH-s, e në këtë rast edhe e akcizës për naftën. Në pamje të parë, kjo duket si një zgjidhje e thjeshtë dhe e shpejtë, por në realitet është një zgjidhje kushtueshme dhe me efekt të pasigurt. Ashtu siç e kemi parë, kur është bërë ulja e TVSH-s për produktet esenciale nga 18% në 8% në vitin 2016, çmimet e këtyre nuk kanë rënë. Efekti ka qenë i padukshëm për konsumatorët. E njëjta situatë është rishfaqur kur është ulur TVSH-ja në gastronomi gjatë pandemisë. Çmimet nuk janë ulur me uljen e TVSH-s, por janë ngritur me kthimin e saj në vlerën reale. Andaj, edhe nëse prap ulet TVSH-ja, efekti nuk bartet tek produktet e tjera. Së pari, duhet jetë e qartë. Tatimi mbi vlerën e shtuar dhe akciza janë burime shumë të rëndësishme të hyrave të buxhetit Kosovës. Ulja e tyre krijon një boshllëk të madh financiar, një boshllëk i cili nuk mbushet lehtë. Në një kalkulim të thjeshtë, nëse hiqet vetëm 16 cent euros në litër të akcizës, me të hyrat aktuale kostoja mujore do të ishte minus 10 milion euro për buxhetin e shtetit, dhe atë pra vetëm për një muaj. Atëherë shtohet pyetja, çfarë të reduktojmë, sepse nuk mundesh të heqësh akcizën e të mos heqësh shpenzime të tjera të caktuara, të cilat mund të jenë tazëm të politikave sociale, janë pensionet, më herët u thanë shtesat për fëmijë, e nënat lehona, e kështu me radhë. Ju e dini që pensionet janë rritur prej 90 pensioni bazik në 150 euro, ndërkohë që pensionistët kanë marrur mbështetjen e njëhershme prej 100 euro, që efektivisht i bie si pensioni i 13, 6 herë brenda 4 viteve. Sepse këto nuk janë shifra abstrakte, janë politika konkrete që prekin jetën e përditshme të qytetarëve tonë, e buxheti është i fundëm. Kur merr diçka, duhet të heqësh diçka. Gjatë mandatit të paraprak të qeverisë sonë, mbi 1.3 miliardë euro janë shpërndarë të qytetarët dhe bizneset, ndërkaq në përmbushje të njërit prej 5 zotimeve të veçanta për fillimin e këtij mandati qeverisës, ne jemi duke e përgatitur pakon për përballje me inflacion 2.0 në vlerë të gjithë mbarshme prej 200 milion euro që do ta sjellim këtu para jush natyrisht. Përmes pakove të rikëmbjes, masave kundër inflacionit dhe mbështetjes në kohë krize, kemi qenë pranë familjeve, punëtorëve, pensionistëve dhe bizneseve. Kemi vendosur, siç e dini, shtesat për fëmijë për herë të parë, dhe ato janë rritur për mbështetur çdo familje. Kemi mbështetur lehonat duke investuar në fillim më të rëndësishëm të jetës për të gjithë. Kemi rritur pensionet dhe pagën minimale duke forcuar dinjitetin ekonomik. Dhe për 4 vite me radhë kemi ndarë mbështetje financiare në fund vit për kategoritë ndjeshme të shoqërisë. Prandaj do ta risjellim një pako të re për përballje me inflacionin 2.0 në vlerë për 200 milion euro. Kjo është mënyra se si ne përballemi me inflacionin. Pra duke ndihmuar drejt përse drejti qytetarët, jo duke zvogluar buxhetin e shtetit me masa të cilat nuk besojmë që sjellin efektin e paralajmëruar nga ndokush. Dhe për 4 vite me radhë kemi ndarë pra
mbështetje të cilët nuk kanë qenë vetëm në fund vit, edhe pse kanë qenë rregullisht në fund vit, meqense jemi zotuar që do t'ju qëndrojmë pranë qytetarëve me politika sociale që ta zbusim pabarazin dhe t'i nxjerrim mbi pragun e varfërisë sa më shumë. Kjo është pra qasja jonë, jo subvencionim i produkteve përmes operatorëve, por fuqizim i qytetarëve të Republikës. Sepse kur subvencionohet një produkt si nafta, nuk ka garanci që përfitimi shkon te qytetari. Përvoja e kaluar na ka treguar se shpesh këto masa përfundojnë duke rritur fitimet në zinxhirin tregtar e jo duke ulur barrën për familjet. Ndërkaq kur mbështetja jepet drejt për drejt, ajo arrin aty ku duhet. Politikat që i kemi ndjekur kanë dhënë efekt të drejt për drejt social, prandaj edhe masat kanë qenë të orientuara te kategoritë që i përmendëm, pra familjet, nënat e reja, pensionistët, punëtorët dhe kategoritë e ndjeshme. Këto janë masa të targetuara që e reduktojnë pabarazin dhe kanë efekt real në mirëqenie. Unë po flas për përmbajtjen dhe përbërjen e pakos për përballje me inflacionin 2.0. Pra, pakoja për përballje me inflacionin 2.0 është mënyra jonë se si ne ballafaqohemi me inflacionin i cili është përgjithsisht i importuar. Por për te i kësaj, ne nuk qëndrojmë duar kryq përballë sfidave të mobilitetit dhe kostos së jetesës. Ne po punojmë për zgjidhje më të qëndrueshme dhe afatgjate në transportin publik. Synimi ynë është i qartë, ta bëjmë atë më të qasshëm, më funksional dhe më të përballueshëm për qytetarët. Po përgatitemi që në kuadër të jetësimit të zotimeve tona zgjedhore për siguri dhe begati, për transportin publik të fillojmë me programin Anë Mban. Këtu përfshihet krijimi i rrjetit të integruar të transportit publik në gjithë vendin, në mënyrë që edhe çmimi i shtuar i naftës të mos reflektohet në bileta më të shtrejta për qytetarët në sistemin publik të transportit. Synojmë pra një bilet të integruar mujore, me të cilët qytetarët do të mund të udhtojnë Anë Mban vendit duke shfrytzuar transportin urban dhe ndërurban. Bileta do të jetë subvencionuar, si rrjedhoj do të ketë kosto minimale për shfrytzuesit dhe do të jetë përballueshme për secilin, vetëm 10 euro në muaj për çdo udhëtar Anë Mban vendit. Kjo nuk kupton edhe investime në flotë moderne, në linja më efikase dhe në integrim më të mirë të transportit urban dhe ndërurban. Në bujqësi, ju e dini që po mbështesim drejt për drejt prodhuesit ton për të ulur varësinë nga importi dhe për të rritur sigurinë ushqimore, sepse kemi një ekonomi më të fortë vendore e cila është mbrojtja më e mirë për krizat globale. Mandatin e kaluar për mbështetjen direkte të fermerëve, bujkun meritor e vendosëm në qendër të politikave mbështetëse të qeverisë. E disa prej atyre fakteve ju i dini që të gjithë. Unë në vend, unë ma i cili e interpret, cila arnoa, cila ishe ti? Mbështetje financiare. Cila do të t'jesh? Unë në vend, sepse unë kam diskrecionin që ma garanton rregulloria për të interpretu lidhjen e temave me diskutimet. Unë në vend tutën. Subvencione dhe mbi 1.000 grante. Rreth 53 milion euro subvencionimi naftës dhe i plerimit, pra mbi 53 milion euro subvencionimi naftës dhe i plerimit. I kemi thjeshtu procedurat të aplikimit për subvencione dhe grante që kanë mundësuar aplikimin pa pagesë për subvencione. 120% është rritja mesatare e mbështetjes për kultura bujqësore, ndërkaq deri në 275% arrin për kulturën e grurit, 400% kemi rritje të mbështetjes për bujqësinë organike dhe 5.655 gra fermere janë subvencionuar me mbi 11 milion euro, si dhe 1.5 milion euro janë ndarë për fuqizimin e grave rurale në agrobiznes, përgjithsisht UN Women dhe UN FAO. Gjithashtu, jemi duke zhvilluar analizat reja për atë se si mund të ndihmojmë bujqet dhe fermerët në periudhën e mbjelljeve.
ndërkaq në planin afatmesëm po punojmë për një transformim më të thellë të mobilitetit në vend, lidhje më të mira pra ndërurbane, ristrukturim trafikut urban për të reduktuar ngarkesën dhe humbjen e kohës, si dhe alternativa më të qëndrueshme ndaj përdorimit individual të veturave. Sepse e vërteta është kjo, zgjidhjet e qëndrueshme nuk janë gjithmonë të menjëhershme, por janë ato që ndryshojnë realisht, praktikisht jetën e njerëzve. Sot në qeveri kemi miratuar projekt ligjin për çmime tavan, apo zyrtarisht projekt ligjin për masat e përkohshme të produkteve themelore në rastet veçanta të destabilizimit në treg, me të cilën synojmë mbrojtjen e kategorive më të lëndueshme në rast të destabilizimit të tregut dhe ndalimin e efektit multiplikativ në sektoret e tjerë. Grupi punues dhe Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit kanë adresuar me vëmendje të lartë komentet e gjykatës kushtetuese dhe kanë krijuar mekanizma për të garantuar zbatueshmëri të ligjit dhe mbrojtjet atyre që më shumti kanë nevojë kur ka lëvizje të shpejta në treg. Unë ju ftoj që ta miratoni sa më shpejt këtë projekt ligj në mënyrë që të filloj aplikimi i tij sa më parë. Prandaj në kërkesat tuaja për këtë seancë, zgjidhja jonë, të nderuar deputet, është e qartë. Ta mbrojmë stabilitetin e buxhetit, të vazhdojmë mbështetjen direkte për qytetarët dhe të investojmë në zgjidhje afatgjata që e bëjnë jetën më të përballueshme për të gjithë. Ju faleminderit shumë për vëmendjen.